Sa përket filmave, filmat do t'jenë të ndryshëm, do të nisim me filmat e restauruar shqiptare që do t'jepen tek arkivi qendror shtetëror i filmit në datën 19, shoqja e dokumentares Son Soleil ka Chris Marker të qendra Dua në datën 19, Netflix Film Festival do të mbahet në Tiranë për gjatë datave 21 deri 24 të Qendra e Artit Takimi, ku do të ketë konkurrent filma të ndryshëm, gjithashtu diskutime, question and answer dhe gjithçka që e gjeni në këtë festival. Në kuadër të Golden Films, Cleo de Saint-Cassette, që është një film francez kulti Agnes Vardes, do t'jepet Akademia e Filmit Maruvi në datën 22 maj. Lesbia do t'jepet tek Villa 31 në datën 22 maj në kuadër të Pride Week në Shqipëri, do t'jepet dhe filmi Lady D, me të cilën unë kam luajtur një rol shumë episodik, dhe do të ketë premierën e tij me Regjinë Fatmir Koçi tek Kinema Millenniumi në datën 23 maj.